një prej gjërave më dramatike që ndodh në këtë lloj bote virtuale ku jemi, nuk është të arrish sukses dhe të dukesh dhe të biesh në sy. Kjo është dehja, kjo është faza e parë. Faza e dytë që është them pjesa më problematike është të ruajturit e suksesit. Nuk është e vështirë të bësh sukses sot. Mjafton të bësh një çmenduri, zgjedhësh që çmenduria të jetë origjinale, pra të jetë çik ndryshe nga çmenduritë e tjera, se ka shumë njerëz në garë për të ofruar çmendurira, dhe ti duhet thjesht bësh një çmenduri çik ndryshe që të tërheqësh vëmendjen dhe ti mund të fitosh audiencë. Për momentin. Problemi si ta ruash atë audiencë. Dikush një budall mund dalë sot dhe mund të fitojë mijëra klikime, por kur ky budalliku bëhet për ditë, po ai bëhet bajat dhe njerëzit nuk e klikojnë më. Atëherë ty të duhet të diversifikosh budallëkun që prodhon. Dhe duhet për ditë shpikësh nga një budallëk të ri origjinal gjithashtu. Dhe kjo është, më thënë, gara e çmendur që ka prodhuar shoqëria e sotshme, kur njerëzit janë garë kush të bëjë budallëkun më të madh dhe më origjinal dhe më të ri.